Vera mbaroi, por ajo solli jo pak dëme dhe situata rreziku për pronat dhe bizneset e siguruara pranë shoqërisë së sigurimeve Alpsig. Dëmet kanë ndodhur si pasojë e stuhive që shfaqen kryesisht gjatë periudhës së verës, të cilat vijnë papritur me erëra dhe rreshje të forta, duke shkaktuar dëme materiale, përmbytje dhe ajo që është më e keqja, mbyllje të përkohshme të aktivitetit. Megjithatë, prania e shoqërisë Alpsig për të siguruarit e saj ka qenë e menjëhershme për të mbyllur procedurat e dëm shpërblimit dhe për të rikthyer aktivitetin ekonomik apo pronën në gjendje normale. Rastet e regjistruara nuk kanë qenë të pakta. Ato janë rreth 30 të tilla, mes të cilave përmenden stuhitë e muajit gusht, përmbytjet dhe zjarret pranë zonave kodrinore dhe malore. Sipas statistikave të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Alpsig mbetet shoqëria e sigurimeve me numrin më të ulët të rasteve pezull, të cilat nuk e kalojnë shifrën 4.19%, disa herë më e ulët se shoqëritë e tjera në treg. Alpsig mbetet shoqëria lider në tregun e sigurimeve në vend për kohën e shkurtër të përgjigjes dhe efektivitetit të reagimit të saj.